Vetëm gjatë 3 muajve të parë të vitit 2025, 8 punëtorë kanë humbur jetën në vendin e punës. Shpeshherë është më e vlefshme jeta e një kafshë se sa jeta e një punëtori të sektorit privat. Ndodhemi këtu në Veternik, ku vikendin e së shtunës ka ndodhur një ngjarje tragjike në vendin e punës. Një punëtor fatkeqësisht ka humbur jetën si pasojë e shembjes së dheut gjatë punimeve, e një tjetër është shpëtuar nga ekipa emergjente e është aktualisht duke u trajtuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ky është vetëm një nga shumë raste tragjike që po ndodhin brenda një periudhe të shkurtër. Vetëm gjatë 3 muajve të parë të vitit 2025, 8 punëtorë kanë humbur jetën në vendin e punës. Një bilanc alarmant që flet për mungesën e sigurisë elementare nëpër vendet të punës. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së sektorit privat, thot se përgjegjës për këtë situatë janë të gjitha qeveritë që nga pas lufta, të cilat sipas tij nuk kanë bërë asgjë për të mbrojtur punëtorët. Unë kur flas për qeverinë, flas për qeveritë e mëhershme dhe për këtë qeveri që kemi realisht, domethënë këtë qeveritë ato nuk kanë bërë asgjë për punëtorët e sektorit privat të Kosovës, për ata edhe kemi një shprehje shumë të madhe në nivel të Kosovës, sepse absolutisht tek këta njerëz ne kemi ditur të mirëmi sikur në aspektin, për shembull, një makinë e lëshon me punu, derisa të vinë me punu dhe në moment kur e kryjnë punën e ndërprejnë edhe të na. Domethënë neve kemi qenë, po themi, eron është slavronar të tyre, kemi punuar, kemi nda mjetët tona për shtetin e Kosovës dhe shteti i Kosovës pothuajse nuk ka bërë asgjë për këta punëtorë, vetë fakti kur në Kosovë për 3 muajorëshin e parë kemi 8 raste të vdekjeve. Kjo është një lajm i trisht për neve, sepse që nga viti 2000 kur kanë formuar institucionet tona deri më sot, në një rritje të tillë nuk e kemi pasur asnjëherë në vend që numri punëtorëve të sektorit privat që humbin jetën në vend të punës të zvogëlohet, tek ne ka ardhur me rritje dhe fatkeqësisht me një rritje shumë drastike. Azemi kërkon krijimin e një fondi për familjet e viktimave që mbesin pa asnjë përkraje pas tragjedisë. Tu them të drejtën, edhe tani kur jap këtë intervistë unë nuk ndihem mirë, sepse në moment kur jam para jush, unë po themi vedia jeme, koka ime është tek rasti kur ka ndodhur, sepse kam vizituar rastin, e kam pa rastin dhe fatkeqësisht, domethënë kam qenë në varrimin e tij, ai kam pa komplet familjen e të vdekurit, kam pa dhe gjendjen ekonomike të tyre, është një rast për cilën shpeshherë ne nuk jemi vetvetja dhe normal që shpeshherë nganjëherë dalim edhe nga binarët të cilët duhet jemi. Realisht nga gjithë këto, sepse unë kam thënë më herët në moment kur një punëtor po na vdes, ne po marrim 2-3 ditë me te dhe pavarësisht pas asaj ne gjithçka kalojmë të harruarën, ne edhe për ndoshta të njëjtën herë po thrasim qeverinë e Kosovës që të ketë një fond të veçantë për këta punëtorë të cilët humbin jetën në vend të punës, sepse në moment kur këta po humbin jetën në vend të punës, gjithë inkasimi ose mirë themi financimi po ndërpritet aty dhe merrni me mend për familjen që fatkeqësisht është rasti i fundit, gjithë familja ka mbetur një financim prej një pensionit të një plaku që ndoshta nuk merr më shumë se 120 euro. Sipas tij, edhe vetë inspektorët e punës shpesh nuk e kryejnë detyrën siç duhet, duke lejuar shkelje serioze në vendet e punës. Përpos që nuk kemi një kontroll të arsyeshëm, përpos që nuk kemi një kontroll rutinor, shpeshherë tek inspektorët e punës kemi raste të cilat rastet i trajtojnë më ndryshe se që duhet, pse mos ta themi ndoshta për një shumë vogël monetare, domethënë ta ndron qasjen. Ne kemi raste të fresta kur inspektori shkon me vizitu një kompani, ndoshta në bashkëpunim me pronarët të kompanisë merren vesh largohen punëtorët dhe nuk shihin punëtorët që janë pa kontrata punë, nuk shihin punëtorët që janë pa pajisje adekuate dhe po themi në këtë keqe që po ndodhen në Kosovë pjesë përbërëse janë edhe inspektorati i punës. Ai kritikon edhe dënimet që u shqiptohen kompanive duke i quajtur qesharake dhe pa efekt. Nga kondi jonë asnjëherë. Marrim shembull në kompaninë Bektelenka ka humbë jetën një punëtor në vend punishte dhe inspektorati i punës këtë kompani e ka dënuar me një shumë prej qesharake prej 2000 euro, që sa mund me 2000 euro mund dalësh në treg dhe ta blesh një kafshë. Çfarë do të thotë atë son ta blesh me 2000 euro, por megjithatë, domthonë jeta e një punëtori të sektorit privat të Kosovës shpeshherë është më e vlefshme jeta e një kafshë se sa jeta e një punëtori të sektorit privat.
E vlen të theksohet se gjatë vitit 2024 numri i punëtorëve që humbën jetën në vendin e punës varion nga 6 deri në 12. Sipas të dhënave të Inspektoriatit të Punës dhe Sindikatës së sektorit privat. Ndërsa për vitin 2025 vetëm gjatë 3 muajve të parë, 8 punëtorë kanë humbur jetën në vendin e punës.